Tani nëse ju insistoni të merrni një pyetje se kujt është më shumë përgjegjësia, varësisht se kush ka kontribuar në krijimin e kësaj klime, dhe sa po kontribuojnë edhe tani për dalë nga situata. Unë nuk kam bërë një analizë të tillë sepse duhet shërbime empirike, por bëj përgjegjës gjithë spektrin politik. Vetëvendosje, partia në pushtet, ka përgjegjësi më të madhe? Pa përjashtim, gjitha subjektet të cilat janë pjesë e Kuvendit të Kosovës, mendoj që kam pas mundësi që të kontribuojnë. Cila është përgjegjësia këtu e opozitës, e cila nuk i ka numrat, nuk mund të propozojë një kandidat? Përgjegjësia është që nuk pranoi Glauko Njuksën për kandidat. Kjo është përgjegjësia e saj? Fillimisht lejani që them se edhe opozita, po edhe opozita nuk po arrin që të kenë një koncept mendime të ri politike të cilët do të shkonte në favor krejtësisht të shtetit të Kosovës. Nuk mendoj që duhet të ketë ekskluzivitet në zgjedhjen e presidentit të vendit partitë të cilat janë të tretat apo të katërtat në Kuvendin e Kosovës, por s'mund të ketë edhe imponim të vullnetit nga ana e pozitës në zgjedhjen e presidentit për shkak të arrogancës së numrave që kanë në kuvend. Andaj nuk shtonte një dallim me metodat e funksionimit, nuk di se si janë zhvilluar negociatat, por për asa janë deklaruar eksponentët që kanë qenë përfshirë në këtë deklarata, mendoj që janë bashkëpërgjegjës për situatën e krijuar. Dhe cili është skenari më i mundshëm tani, zoti Shkodra, apo do pritet një vendim i kushtetuesës? Po zgjedhjet janë të pashmangshme. Fakti që klima politike është e tillë, ku kanë kaluar një padurueshmëri dhe s'ka kooperativitet fare në skenën politike, dhe pse u duk në fillim sikur ishte një klim që po ndronte, mendoj që zgjedhjet duhet ta kuptojmë që janë të pashmangshme. Gjithë pojenta është se a duhet të falën mbrana një afati 45 ditë nga data 6 mars, ku presidenti e vendit nxori një dekret, apo duhet të pritet që të konsumohet ky afati për 60 ditësh. Tani më mendoj që duhet lihet në organin i cili është përgjegjës për të interpretuar dispozitat kushtetuese, në gjykatën kushtetuese, që tashmë kanë deponuar ankesën njëri nga subjektet politike, që të shohim se dekreti i presidentes a do të mbetet në fuqi apo do të konsiderohet si një shkelje. Dhe se do të konsiderohet si një dekret antikushtetues, mendoj që do të kenë një shkelje serioze të kushtetutës së vendit, besoj që nuk do të ishte mirë as për vendit, po as për vetë figurën e zonës Osmani, cila për pikpamjen time ka bërë një punë të mirë në mandatën e vitit 2021-2026. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj shumë, zoti Shkodra, për këtë bisedë, për kohën tuaj. Me ndërqofshë, faleminderit. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.